Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 20 tetor 2025. Jemi në ditën e hënës. Kjo është një ditë vërtet e vështirë, duke qenë se drejtuesi i ditës për hëna është përpara hënës së re. Kjo do të thotë që është shumë e zvogëluar, prandaj dhe mburojtja është shumë e vogël dhe mbi të gjitha do të ketë edhe disa kënde të vështira me planetet. Do të shtojnë në mënyrë të dukshme panikun. Ndjenjat tonë do të jenë shumë të smëdhuara, sidomos ato negative. Do të na duhet që të marrim mësime të hidhura apo të përballemi me situata të cilat do të na rikujtojnë eksperjenca të tilla. Mënyra se si mund të tejkalojmë këto probleme është që të jemi të vetë kontrolluar, të mos bëjmë prej emocioneve tona, por të jemi të logjikshëm. Logjika, për fat të mirë, që sa dite është e favorizuar, kjo do të thotë që komunikimi është shumë efektiv, arrim që të artikulojmë ashtu siç duhet, mjafton që të qëndrojmë të qetë dhe të mendohemi përpara se të flasim apo edhe se të reagojmë. Mund të bëni një ditë vërtet shumë produktive për të manifestuar balancë në jetën tonë, si edhe mund ta përdorim edhe për të hequr gjërat të cilat janë të pashëndetshme. Pika ku duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm është mënyra se si reagojmë në kontaktet që kemi me njëri tjetrin, duke qenë se mund të jemi vërtet shumë impulsiv dhe të kemi shpërthime të menjëhershme emocionale. Gjitha marrëdhëniet tona do të jenë shumë të prekura, prandaj dhe duhet të bëjmë ç'është e mundur që të mirëmbajmë ato. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.